Salla Mikel Koliqi në Katedralen e Shkodrës mirëpriti një dramatizim nga seminaristët. Domar Shtifni, rektori i seminarit në Anakëshiot e Mirë, tha se vënia në skenë e kësaj drame është një akt kujtese besnikërie dhe përgjegjësie për martirët e Kishës Katolike. Domar Shtifni theksoi se gjaku i martirëve është themeli i Kishës. Vënia në skenë e kësaj drame, që është interpretuar me përkushtim nga vetë seminaristët tanë, nuk ishte thjesht një akt artistik. Ishte një akt kujtese, një akt besnikërie, një akt përgjegjësie. Përmes zërave dhe fytyrave të tyre të rinjve, historia jonë foli sërish. Martirët tanë nuk mbeten vetëm në faqet e librave si një kujtesë, por u bën pranishëm mes nesh. Duke mishruar sakrificën e martirëve të Shqipërisë, ju nuk keni interpretuar thjesht një rol. Keni prek një trashëgimi që ju përket drejt për drejt. Gjaku i martirëve tanë është themeli i Kishës sonë dhe është guri i fortë i identitetit tonë kombëtar. Sakrifica atyre nuk ishte vetëm një qëndresë personale, por një dëshmi se feja dhe atë mund bashkohen një dashni të vetme, të pastër dhe të pathyeshme. Këtë vit në mënyrë të veçantë, përkujtojmë edhe 80 vjetorin e pushkatimit të rektorit dhe zëvendës rektorit të seminarit tonë, jezuitët A. Daniel Dajani dhe A. Giovanni Fausti. Ato u fliun pse besuan, pse edukuan, pse formuan ndërgjegje të lira dhe zemra besnike. Por të njëjtën datë për gjakur u pushkatuan edhe seminaristi i ri, Ilumi Markçuni, franceskani Axhon Shllaku, si dhe laikët Qerim Sadiku dhe Xhelosh Lulashi. Të gjithë këta, që sot ne po i kujtojmë, po dhe të gjithë të tjerët, u ndëshkuan jo për faj, por për besnikëri, jo për dobësi, por për qëndrueshmëri. Sot kur ne kujtojmë martirizimin e tyre, ne nuk bëjmë vetëm një akt historik, apo por një akt ndërgjegjësimi. Prandaj seminari ynë është ndërtuar mbi këtë sakrificë. Çdo thirrje që lind këtu, lind një tokë të ujitur me gjak dëshmitarsh. Sakrifica e këtyre martirëve nuk është thjesht dhe vetëm një kujtim që na prek në mënyrë emocionale, por është një thirrje që na sfidon. E na kujton se thirrja në meshtari nuk është privilegj, por shërbim, nuk është një siguri njerëzore, por dhurim i plotë i vetvetes. E martirët tanë e çuan deri në fund këtë vizion të tyre fetar dhe kombëtar. Një kishë e lirë, një popull me dinjitet, një fe e jetuar me guxim. Sot përgjegjësia kalon tek ne. Sidomos tek ju, të dashur seminaristë, që jeni në këtë rrugë të shoshitjes dhe të formimit. Me herët në seminar ndërdiocezan në Anakëshiot e Mirë në Shkodër është zhvilluar takimi Dita e Miqve të Seminarit.